si të vendosësh një aplikacion në profilin tënd në TikTok. Në fillim, ndez VPN-n. Falas ose me pagesë, s'ka rëndësi. Në profil, kliko 3 vijat lart djathtas. Kliko Settings, kliko Account dhe kliko Switch to Business Account. Mos e bëj këtë nëse e ke llogarinë monetizuar, sepse do të hiqet opsioni dhe s'ke mundësi të fitosh. Kliko Next, Next, dhe këtu zgjidh kategorinë që ti ke ose që ti do të promovosh aplikacion. Dhe këtu janë të gjitha opsionet që ti ofron TikToku për një profil biznesi. Janë interesante dhe të kryen shumë punë për ato që i përdorin. Por ky gati në vend që të na supportoj, shkojmë mbyll TikTokun. Nëse, tani shko në profil. Kliko Edit Profil dhe kliko Action Button. Kliko App dhe këtu vendos linkun e App Store dhe linkun e Play Store, që në këtë rast unë po vendos aplikacionin Staff.al. Pasi të bësh submit, do të duhen diku te 10 minuta derisa të aprovohet linku dhe pastaj do të dali kështu në profil. Kur e klikon, hapet direkt aplikacionin në telefon, në Android ose në iPhone. Nëse nuk e beson, shko te profili që e bëra unë, kërkoje dhe provoje a funksionon ky buton.